I dashëm publik shqiptar, përshëndetje dhe mirë se po ju gjej prap në këto transmetimet e mia të shpeshta këtyre ditëve në Facebook. Si që dini, jam në terren të luftës duke raportuar në sezonin e verës, por nuk po mundem me i lanë disa tema pa i trajtu edhe pa i adresu publikisht. Tash jemi në vitin 2026. Pra vetëm 2 vite masi që Escobari është përballë me një numër të shumt të kritikave nga redaksia jonë për shkak të politikës së tij të dëmshme kundër interesave të Republikës Kosovës, por rrjedhimisht edhe kundër interesave të vetë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe strategjive gjeopolitike në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Më 4 maj të vitit 2024, unë vetëm pak pas mesnate e kam konfirmuar me burime të konfirmuar dhe të verifikuara nga State Departmenti Amerikan i presidentit Biden, administratës e presidentit atëhershëm Biden, që Gabriel Escobar ishte shkarkuar nga detyra pasi që me 22 mars të vitit 2024 ne kishim botuar një material hulumtues më shumë se 9 muaj me të cilin kishim punuar në gazetën Frontliner, ku e ekspozojmë dyshimet të bazuara se zoti Escobar, gruaja e tij, po paguhej nga Ministria e Punëve të Jashtme të Serbisë dhe të afërmit familjar të tij ishin të kontraktuar me politikanin serb të Bosnjës dhe Hercegovinës Milorad Dodikun, i cili ishte i stolisur nga Kremlini zyrtar për politikë proruse në rajonin e Ballkanit Perëndimor, për operacionet destabilizuese të Ballkanit Perëndimor, dhe me ta botuar atë material hulumtues në mars, ai në muajin me 3 maj ishte marrë vendim i brendshëm nga State Departmenti Amerikan që ai do të shkarkohej nga detyra dhe se shkarkimi i tij do të paraqitej si formë rotative edhe pse mandati i tij nuk ishte përfunduar. Këtë pretendim tonin profesional e ka konfirmuar edhe Janusz Bugajski, që tash është i ndjerë. Siç po e shihni në profilin e Janusz Bugajskit në Twitter, që është një prej dietarëve apo diplomatëve të huaj që e njeh mirë Ballkanin Perëndimor, e ricicëron postimin tim ku them se Gabriel Escobar është larguar nga detyra pas publikimit të raportit tonë hulumtues me 22 mars të vitit 2024. Ky është postimi im, siç po e shihni, dhe ky është materiali ynë hulumtues që flet në formë të dokumentuar për korrupsionin e Gabriel Escobarit. Ky është dokumenti të cilin ne kishim siguruar nga Banja Luka, nëpërmjet të cilit nëpërmjet burimeve tona ndërkombëtare kemi arritur ta marrim edhe të protokolluar nga autoriteti shtetëror i Republikës Srpskës në Bosnjë dhe Hercegovinë, dhe të cilin pastaj e kemi gjetur të përputhshëm me regjistrimet e State Departmentit Amerikan të drejtësisë për regjistrimet e agjentëve të huaj apo operacioneve të huaj apo politike. Ndërkohë që televizioni të shtatë, i cili përveç se sjell Baton Haxhiun, besnikun e Beogradit, për me ju tregu shqiptarëve të Kosovës se çush po desh ka me u bë shteti, na ka fillu tash me pru edhe gënjeshtar të tjerë që për mu ti duhesh me kanë ose gënjeshtar patologjik me probleme serioze të shëndetit mendor dhe emocional, ose duhesh me kanë mercenar i paguar për me rrajt. Mirë po, redaksia jonë dhe për gjallë temin si Vudi Gjumshiti, gazetari i cili është autori këtyne hulumtimeve të cilat kanë shkaktuar shkarkimin e Escobarit, ju nuk muni me rrajt se kome ja nxon udhën me fakte gjithmonë. Shikojeni i dashur publik se çka thot ky zotnia, paftyrësisht gënjen se si u shkarkua Escobari. Dëgjojeni.
Escobar në mënyrë demonstrative ka lëshu procesin e dialogut dhe ka thënë që nuk duhet bashkëpunoj me këtë. Dëgjoni edhe një herë. Gabriel Escobar në mënyrë demonstrative ka lëshu procesin e dialogut dhe ka thënë që nuk duhet bashkëpunoj me këtë person. Pra, ky po thot që Gabriel Escobar në mënyrë demonstrative pas ka lëshu procesin e dialogut. Jo, zotni gënjeshtar që s'po ta di emrin as kushjeve që po të shoh që po paraqitesh në televizionin të shtat. Gabriel Escobar nuk e ka lëshu pozitën në mënyrë demonstrative, Gabriel Escobar është shkarkuar nga detyra si rezultat i gjetjeve tona hulumtuese të botuara në mars të vitit 2024, ku dokumentojmë dyshime të bazuara se gruaja e tij ka qenë e paguar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Serbisë dhe se familjarët të afërm të tij me kompaninë McGuinness kanë marrë kontratë me Banja Lukën të udhëhequr nga Milorad Dodiku, politikani serb i Bosnjës dhe Hercegovinës, i stolisur nga Kremlini. Dhe këtu në artikullin ton hulumtues ne kemi hedhur dyshime të bazuara se zoti Escobar, kjo mund të ketë qenë motivi i tij pse ai vazhdimisht është përpjekur ta përdor fuqinë politike të State Departmentit Amerikan apo qeverisë amerikane, për të cilën detyra ishte besuar nga State Departmenti për të udhëhequr negociatat Prishtinë-Beograd, dhe kjo mund të ketë qenë motivi kryesor pse ai i ka bërë manovrimet politike vazhdimisht kundër interesave të Republikës Kosovës, duke e cënuar integritetin dhe sovranitetin territorial të Republikës Kosovës, duke e favorizuar Beogradin zyrtar, madje duke kërcënuar edhe me përmbytjen apo rrëzimin apo puçin e qeverisë së Republikës Kosovës, e cila ishte zgjedhur nëpërmjet votës demokratike. Por me t'i nxjerrur këto dokumentime, State Departmenti Amerikan është dorëzuar dhe ka shkarkuar nga detyra. Dhe për ta fshehur apo për ta ruajtur fytyrën e tyre, ata e kanë interpretuar këtë shkarkim si formë rotative, ndërkohë që ne kemi ditur nga burimet tona të brendshme në State Departmentin Amerikan se kjo ka qenë faktikisht kryekpot shkarkim pas botimit të gjetjeve tona hulumtuese që ekspozojnë lidhjet e tij me interesat të Beogradit dhe me interesat të Moskës zyrtare. Prandaj, televizioni të shtat, nëse ka komision të pavarur të mediave që është i efektshëm, i dinjitetshëm dhe profesional, duhet me u xhobit për këtë skandalitet që e toleron edhe e inkurajon faktikisht me shpërnda gënjeshtra në publik nga një individ i tillë që me të vërtetë nuk po ja di as emrin, po s'ka më rëndësi kush është, nuk ka më rëndësi i ka i tosh, nuk ka më rëndësi çfarë gjuhë flet, ajo çka është më rëndësi është ky njeri po gënjen. Ky njeri po gënjen dokumentueshëm. Dëgjojeni edhe një herë. Ka sanksione të vazhdueshme, domethënë nuk ka komunikim zyrtar me Albin Kurti. Pastaj probleme që kanë qenë me sanksionet evropiane, pra Albin. Shikoj ti. Ky flet në të tashmen se State Departmenti Amerikan nuk ka komunikim me Albin Kurtin, se Republika e Kosovës ka sanksione. Pse more zotni po rran? Pse more po rran? Qysh more zotni po rran? Unë nuk e kuptoj qysh po rran. Unë nuk e kuptoj televizionin të shtat. Ku i keni çadrat o zotni? A keni shpirtin edhe bëthën Beograd ju kërkojnë djesë për shprehje dashën publik. Po kjo është vërtet frustruese. Kjo është vërtet fakt konkret që këta njerëz nëse e kanë mundësinë me tërheq këmbëzën për me zhduk Republikën e Kosovës, këta kanë me bë atë pa hamendje, sikur që po tregojnë gatishmëri të plot për me rrejt krejt publikun në çdo mundësi që ju jepet mundësia. I kanë valët, i kanë frekuencat, i kanë publikun dhe vazhdojnë me gënjy publikun. Kjo është shumë serioze dhe i bëj thirrje Komisionit Pavarur për mediat Kosovës që duhet absolutisht me automatizëm të merren me këtë televizion, të merren me të gjitha ekranet televizive që flasin shqip e që transmetojnë rrena, duke i favorizuar diplomatët dhe agentët e Beogradit kundër interesave të Republikës Kosovës, duke e favorizuar një agent zyrtare pro-beogradëse. Dhe ja ku është edhe dëshmia. Disa ditë më herët, nëse ju kujtohet i dashur publik, e botova një material të cilin e kishte raportuar televizioni Dugaxhinit, ku spjegohej urdhërdhënia e BIA-s, shërbimit sekret të Serbisë, agjentëve të vet në Kosovë, për me insistu në një narrativ
mediatike ku gënjehet se marrëdhëniet e Kosovës janë të dëmtuar nga Albin Kurti pas ardhes së tij në pushtet. Shikojeni, ju lutem. Ja dëshmia. Po ashtu thot Dugagjini, në komunikim me spionëve serb sugjerohet që të theksohet se ambasada amerikane në Prishtinë nuk është e kënaqur me sjelljen e kryeministit Kurti, ndonse vazhdon ta mbështesë atë në luftë kundër korrupsionit. Dëgjojeni, a është kjo deklaratë e këtij zotnis që edhe është rrejt, faktueshëm është rrejt, verifikueshëm është rrejt, dokumentueshëm është rrejt. Dëgjojeni edhe ju vendoseni se a është në përputhje misioni të vështatshëm që po e transmeton këtë deklaratë dhe deklarata e këtij zotniut a është në përputhje të plot me urdhrin e dhënë nga shërbimi sekret i Serbisë. Dëgjojeni prej fillimit. Gabriel Escobar në mënyrë demonstrative ka lëshu procesin e dialogut dhe ka thënë që nuk duhet bashkëpunoj me këtë person. Ka sanksione të vazhdueshme, domethënë nuk ka komunikim zyrtar me atë. Domethënë, është rrejt për Escobarin, është rrejt për të tashmen që Kosova ka sanksione nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është rrejt që State Departmenti Amerikan nuk ka komunikim me kryeministrin Kurti. Dëgjojmë rrenën vazhdimisht. Albin Kurti, pastaj probleme që kanë qenë me sanksionet e evropiane, pra Albin Kurti është ashqare në drejtim të kundërt me politikat perëndimore. Cilat sanksione ndërkombëtare? Për çka kanë ardhur ato sanksione ndërkombëtare? Është obligim editorial që të sqarohet që ato nuk kanë qenë sanksione, ato kanë qenë pako e masave ndëshkuese politike, si rezultat i faktit që kryeministri Kurti ka refuzuar ta implementojë një marrëveshje e cila ishte nënshkruar nga kryeministri i atëhershëm Hashim Thaçi dhe ish kryeministri gjithashtu Isa Mustafa, e cila marrëveshje nëse do të implementojë përveç që do të ishte në kundërshtim me rendin kushtetues të Republikës Kosovës dhe cënim të plotë integritetit territorial të Republikës Kosovës, do ta themelonte dhe krijonte rrethana për krijimin e republikave të Serbisë si në Bosnjë e Hercegovinë do të bëjë në Kosovë. Por këta po e mbështesin atë politikë duke u përpjekur ta mbulojnë me gënjeshtra, sepse këta janë në favor të krijimit të republikave serbe. Në favor të krijimit të republikave serbe është edhe vetë Serbia. Pra këta njerëz që po flasin shqip, mbasi i kanë edhe emrat shqiptar, këta janë duke punuar në favor të Serbisë. I dashur njeri që po më flet shqip në ekran televiziv, kretë bë është në rregull nëse e ki për shpirt Beogradin. Kretë është në rregull. Ti je të pajtu me to në rregull, amonin të kom, mos rej. Thuj bre zotni, unë jam besnik i Beogradit, unë e du Republikën e Serbisë në Kosovë. Thuje hapun, mos u muno me rejt, mos e rej publikun, o televizion të shtaq, o njerëz vrastar të vërtetës, kush do të qofë pronari këtij televizioni. A keni mëriu politik editoriale që mbron Republikën e Kosovës, apo qysh edhe unë e kom kriju për shtypjen në saj të krejt narracionit tuaj që ju e transmetoni publik, jeni krejtësisht në interes të Republikës Serbisë. Dhe ju lutem shumë, qitë në preflamurin e Serbisë në ekran bile ta dim që po flisni shqip, po jeni të Serbisë, sepse kështu ju po na dëshmoni. A jeni bre tu e kuptu që jeni kërcënim i sigurisë kombëtare, jeni kërcënim ekzistencial i Republikës Kosovës, jeni kërcënim ekzistencial i të drejtës së popullit për me ditë të vërtetën. I dashur publik, ju lutem shumë, largoni prej këtyre mediave, kaputni kontratat nëse jeni duke pagu shërbim kablovik për këta, sepse këta janë duke i përdorur fondet tuaja për me ju helmu juve me gënjeshtra, për me ju bind juve që mos me besu në Republikën tonë, për me ju bind juve që me pranu kthimin e Republikës së Serbisë në Kosovë, për me ju bind juve që me i kthy politikanë të cilët janë në interes të Serbisë, në interes të plaçkës, në interes të vrasjeve të patriotëve tonë, vrasjeve të gazetarëve. Këta janë duke e bërë atë punë. Prandaj, në këtë rast, ju shfrytëzoj rastin të bëj thirrje
abonohuni me kronikat e Barutit, abonohuni me pagesë tek ne, sepse ne do t'ju atregojmë të vërtetën, ne do ta mbrojmë të vërtetën tonë edhe atëherë kur është e dhëmshme, ne do ta hedhim dritën atje ku është errësira që këta njerëz për ditë po mundohen ta vrasin të vërtetën, ta vrasin dinjitetin ton, ta vrasin historinë ton, ta vrasin kombin ton, ta vrasin shtetin ton. Ju lutem shumë, sa më parë konsiderojeni t'i bëni abonimet me pagesë të kronikat e Barutit dhe ta kputni çdo kontratë me këta njerëz që janë vrasës të vërtetës dhe na sjellën nëpër ekrane dhe shtëpi tona për çdo ditë gënjeshtar të paskrupullt, njerëz që të fshehorazi e mbështetin Serbinë, po që përpiqen me masku atë duke sulmu politika të drejta, të dinjitetshme që faktikisht e sfidojnë instalimin e Serbisë që është instaluar për 20 vjet rresht në Kosovë nga strukturat politike të daluna pas luftës në Kosovë që kanë qenë pushtet për 20 vjet, që jo se vetëm e kanë instaluar Serbinë në Kosovë, por edhe kanë plaçkit vendin, i kanë vrarë komandant e luftës, i kanë vrarë gazetarët, kanë vrarë politikan, kanë vrarë aktivista politike dhe i kanë bërë 2 herë tentimvrasje presidentit Rugova. Ta dëgjojmë deri në fund çka flet ky gënjeshtar. Tash unë dikush i shef fjalë të tjetër që po flet, po unë i shoh veprat. Dhe veprat më tregojnë që Kosova është e izoluar, Kosova sot është Veprat pi tregojnë tina që Kosova e izoluar. Kosova vazhdon me armatos për Shtetet të Bashkuara të Amerikës, Kosova vazhdon me qenë në strategjinë amerikane të sigurisë kombëtare për rajonin e Ballkanit Perëndimor, si vend me interes për me mbrojt nga influenca ruse dhe influenca e Serbisë. E ti po thu Kosova ka izoluar. Ku je bre do të zotnitu jetu? A jetu në shtëpinë e ëndrave të Vučićit? A jetu realisht në Kosovë, sepse nëse jetu realisht në Kosovë, që to nuk janë të vërteta. Marrë bre do të me të ardhë? A dirmone që njerëzit i vëzhgojnë të sene. Kapi tyni që s'kanë edhe Kurel, do shta me dalë me thonë. Por redaksia jonë, në Londër, kronikat e Barutit, ka me pa gjdo cep, kush do të shka flet. Ka me verifiku edhe ka me ja përplas rënën për ftyre. Marrë bre ju koft. Marrë bre ju koft. Ju bre duni mu dënu për këto sene. Komisioni i pavarur për media, prap po i bëj thirrje, është domosdoshmëri për me u fut në këtë veprim dhe ju lutem të dashur, ju lutem i dashur publik, bëni abonime sa më parë me pagesë, sepse një pjesë të fondeve që do të bëhet, ne do ta dedikojmë ku do të angazhojmë një grup punues i cili në emër të redaksisë tonë do t'i vëzhgojë që ta gënjeshtar edhe do të deponoj ankesa zyrtare në Komisionin e Pavarur të Media dhe do kërkoj llogari që t'i nxjisë ata të ndërmarrin veprime konkrete për t'i xhobitur këto operacione klandestine, vrastare ndaj të vërtetës të luftës psikologjike të stilit rus që po bëhet në Kosovë. Prandaj ju lutem shumë na ndihmoni, abononi me pagesë sa më parë që është e mundshme në mënyrë që të vazhdojmë ta bëjmë luftën më konkrete kundër batakgjinëve, kundër tugjarëve të vërtetës, kundër njerëzve të cilët verifikueshëm, konfirmueshëm janë duke punuar në interesat të Beogradit dhe kundër interesave të shtëpisë tonë kolektive Republikës Kosovës. Kaq kisha për tash. Faleminderit shumë që më keni dëgju. Mos harroni me u abonu, mos harroni me kontribu, mos harroni me kput kontratat me batakgjini, mos harroni me kput kontratat me entitete mediatike që janë duke ja marrë zhagin edhe interesin Beogradit kundër Republikës Kosovës. Miropafshi.